Përshëndetje, unë jam Merita Cake, shëruese terapike universale, shpirtërore, shkrimtare e 4 librave në shqip dhe në greqisht dhe trajnere e zhvillimit personal. Jam një grua që në fëmijëri jam përpjekur të jem e lirë dhe këtë besoj se tani e kam arritur, me shumë përpjekje dhe shumë punë personale. Të gjitha këtë përvojën dua ta përcjell tashmë tek ju. Jam një terapiste që jam me licencë në metoda të ndryshme dhe kam ndihmuar shumë njerëz deri tani të bëjnë transformimin e tyre, të jetës të tyre, të ndryshojnë mënyrën e jetesës dhe të qëndrojnë në këmbët e tyre. Burra edhe gra, por këto kohë të fundit ka marrë një iniciativë e cila do të ndihmojë të gjitha gratë kudo që janë në tërë botën, jo vetëm në Shqipëri, në Greqi këtu që qëndroj, por të gjitha gratë kudo që janë në botë. Ky është misioni im, misioni që të udhëheq dhe të shkojnë gratë dhe gjithë njerëzimi drejt vetes së tyre, të lidhen me energjinë e tyre të brendshme, me dashurinë, me atë që janë. Si mund të t'ju ndihmoj me metodat e ndryshme terapike si sistemi përfaqësik, të kuptosh kush je, pse ke ardhur, çfarë erdhe të bësh këtu në tokë, duke bërë analizën e artës të evolucionit të shpirtit dhe të mësosh gjithë pikat e dobta dhe të forta dhe fuqinë e shpirtit tënd që t'ja dalësh mban. Shkojmë direkt në rrënjët e çdo lloj problemi që ty nuk të lejnë të shkosh për të ndihmoj gjithashtu të shërosh plagët që janë shumë të thella dhe që janë nga paraardhësit dhe nga jetët e mëparshme, me sistemi përfaqësik, një nga metodat më të rëndësishme për të gjithë njerëzimit për të liruar nga 14 breza të parë që neve na kanë ardhur si informacione në qelizat tona, gjithashtu të ndihmoj të shkosh përpara dhe të shkëputësh zinxhirët nga çdo plagë, të shërosh ato, të jesh shërimi dhe jo dhimbja më, dhe të shkosh në jetën tënde përpara për veten tënde, për fëmijët tënd, për fëmijët e fëmijëve. Dhe këtë po ta them sepse jam këtu të jap përvojën time dhe po të them që nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundshme, sepse unë jam këtu para jush me përvojën time të tregoj që jeta ime ka ndryshuar dhe nuk jam ajo gruaja viktimë, nuk jam ajo fëmia që priste të merrte dashuri nga të tjerët dhe i jepni thërrimet, por jam një grua që po qëndroj me këmbët e mia dhe fitova dashurinë për veten time. Misioni im është të udhëheq në këtë rrugëtim të bukur, por vetëm kur ti jesh gati. Kur ti vërtet të kërkosh të zesh dorën dhe të lidhesh me veten tënde të brendshme dhe të lidhesh me shpirtin dhe zemrën tënde, sepse të gjitha ato që kërkon jashtë teje janë brenda teje. Asnjë gjë nuk është jashtë atje ku ti e kërkon. Misioni im si një femër e lindur në 8 mars nuk është thjesht i vogël, por është shumë i madh. Është misioni të sjell harmoninë brenda meje në radhë të parë, ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore, të jem e plotësuar vetë dhe të ndihmoj dhe ju gratë që jeni gati të gjini harmoninë dhe vlerat e meritat tuaja. Dhe emri im, Merita, nuk është thjesht një emër, por është ai emër që më dha shumë forcë që unë të gjenja meritat dhe vlerat e mia. Dhe këtu jam të them që çdo vlerë, çdo meritë mund edhe të sjellësh harmoninë brenda teje vetëm me paqe dhe dashuri, vetëm kur je kthyer tek vetja dhe jo me luftë dhe të presësh nga të tjerët.
jam këtu të them që mundesh, mund të arrish atje kudo. Vetëm duhet të marrësh një vendim në kohën tënde dhe të bësh për dita nga një hap të vogël. Mos e mundo veten, mos e kritiko për gjithçka që ke lënë deri tani pas dore, por mund të thuash bravo për diçka që ke bërë, akoma dhe me e vogël që është. Ndaj, juftoj të gjithave grave, shqiptare, greke dhe të tëra llojet, kudo që jeni, që flisni me gjuhën e zemrës, të bashkohemi të gjitha bashk për një jetë të re që na takon dhe meritoj. Juftoj të bëheni pjesë e grupit të trupit, mendjes dhe shpirtrit që kemi organizuar 3 femra të fuqishme. Erdhi koha që ne të shërojmë trupin, mendjen dhe shpirtin dhe të shkojmë përpara. Tani është ora që gruaja të nderohet, të vlerësohet, sepse meriton shumë. Ndërmjet këtij grupi dhe në bashkëpunim me njëra tjetrën, ne do themi ndal refuzimit të femrës, ndal mashtrimit, ndaj zhgënjimit dhe tradhtisë që është bërë, po mos harrojmë se deri tani ne trahtonim veten, kishim lënë vlerat tona. Sot është koha e lidhjes me veten tënde, e lidhjes të vlerave tënde dhe të dalim të gjitha së bashku dhe të pranojmë njëra tjetrën, të fuqishme si gjithmonë, të bashkojmë të gjitha fuqitë tona për të shëruar plagët dhe për të ecur përpara dhe për të thënë mjaft deri këtu të gjithave këtyre plagëve dhe të bëjmë një shoqëri më të fortë dhe të jemi të nderuara, të respektuara dhe të lejmë tek fëmijët tanë një botë më të bukur dhe më të thjeshtë dhe të shëruar. E di shumë mirë që të gjitha ju që do lidheni me këtë grupin ton, jeni ato femrat që do shkëputeni nga zinxhirët e të kaluarës, nga paraardhësit. Kemi ardhur t'ju themi mjaft plagëve, mjaft mashtrimeve dhe ne jemi shpresa e ardhmes. Ne jemi ato që shërojmë këto plagë dhe themi deri këtu. Prandaj, juftoj të gjithave bashkë të bashkoheni te grupi, trupi, mendja dhe shpirtit, së shpejti do bëjmë gjëra shumë të bukura bashkë, më shkruani, më kontaktoni, lini telefonat tuaja, sepse më vonë do kemi dhe shumë gjëra dhe organizime të ndryshme që do bëjmë këtu në Greqi, në Shqipëri dhe pse jo në të gjithë botën kudo që jemi. Erdhi koha që femra të kthehej tek trupi i saj, tek fuqia e saj dhe te drita e saj, të fitojmë lirinë dhe pavarësinë, me dashuri dhe me paqe. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe ju jam mirënjohëse për gjithçka që kemi bërë bashkë dhe për besimin. Ju mirëpres.